Në çdo herë këshillat që i kemi dhënë rreth rukjes dhe mënyra e trajtimit pacientëve, mënyra e trajtimit posaçërisht gjinisë femërore, sa herë kemi thonë duhet mi plotësu kushtet. Edhe me pas kujdes normal, çdo punë gabohet. Ndo gabimi. Mirë po, këshilla jem është gjithmonë me pas kujdes, për shembull një femër e cila vjen për mu trajtu për rukje, duhet të ketë shoqërues. Në gjuhën arabe thonë mahram. Dhe kjo në shariat është shumë e njohur, se ajo nuk guxon me shku mu shëruan pa e pas një shoqërues, pa e pas një njeri të afërm. Baba, vllavi, migja, daja, çdo kush dikush i afërm i familjes, i cili e shoqëron, edhe kjo është më sigurt është për mos me ndodh ndonjë skandal. Se ne dimë se njerëzit janë lakmitar. Vërtet. Lakmojnë, mirë po këshilla jonë është gjithmonë me pas kujdes edhe këtë punë me marrë me shumë përgjegjësi. Pa, ke pas raste të tilla për shembull që të kanë anku ty në rukëgji? Po, kam pas. Për shembull edhe për rukëgji në fjalë që në përgjithësi ka pas raste ku janë ankuar, janë trajtu keq, edhe janë ngacmu, mirë po, ne gjithmonë... Janë ngacmu dhe seksualisht? Po, me siguri, ka pas edhe raste që janë anku. A kina e rast dhe më thonë specifik? Po, një rast në Shkup, nuk du me cekë, ajo është punë private, gjithmonë kemi thonë, ku një grue e Gjermanisë, të kështu janë keq trajtu të një që ka bërë rukje, më të përmërë me që është hoxhaj, po është vetëm rukjegji, edhe është keq trajtu aty, mirë po ato janë tërheqën edhe kanë hecën, edhe në vetëm mund të a është mënyra kështu, në këtë mënyrë mund të trajtu, kjo është gabim është. Kjo është shumë gabim. Se çka ka tentu me prej ka jetë? Po, ka tentu, do me thonë, me ngacmu, me thonë seksualisht ose kështu me radhë. Mirë po, njeri ndershëm nuk i bën këto gjëra. Ne kemi thonë se për me qenë rukjegji sikur që duhet me ditë se kjo është emanet. Kjo është përgjegjësi. Është përgjegjësi para Zotit dhe emanet para njerëzve. Po shpeshherë kemi pas raste edhe kur kanë thonë që domethënë ata që janë me çrregullime mendore apo kanë çrregullim personaliteti, pse me vizitu një hoxhë, bën me vizitu edhe një psikolog. E sonte e kemi ftuar na e kemi edhe një psikolog mysafir. Parimi jonë kryesor në shërimin me rukje është nëse personin në fjalë, kur vjen mu testu, nuk reagon gjatë leximit. Edhe ne kemi theksu këtë edhe në emisionet e kaluara, po. Emisionet e kaluara, kemi theksu se nëse gjatë leximit, gjatë trajtimit domethënë me rukje, nuk ka ndonjë reagim, nuk ka ndonjë lëvizje, nuk ka ndonjë shqetësim, atë ose është rast psiqik. A ftojmë? Edhe ne gjithmonë e kemi thonë, jo, duhet mu drejtu te... A ftojmë psikologun? Shumë se si ai këto... Me neve sonte është psikologu jo një njohur, ai është psikoterapist te klinika Anima, është Naim Telaku, me prismi me Eduard Togitje. Unohemi se i dhe, falënderit shumë. Do të viti edhe pak për Naimi ta relaksiu muhabetin. Falënderit shumë që erdhe. Falënderit për ftesën. Si jeni? Mirë, falënderit. Po besoj që ke dëgjuar edhe ti Naim për këtë temat e javës kaluar që tashmë po bënën top live. Nuk po kemi kohë me përcjell shumë. Po ne kam dëgjuar se këta që bojnë rukje, domethënë hoxha dhe hoxha sapo tha që nuk kanë patjetër gjithë ata që bojnë rukje hoxhallar, uj me qenë edhe vetëm rukjegji. Ne kemi punë domethënë me persona të ngjashëm, shumë njerëz që bojnë rukje vinë tek neve, ka të tillë që vinë te na dhe shkojnë domethënë pastaj për me bërë rukje, që domethënë më ka rënë punën tam që punoj më shumë se një dekadë me klienta, me pacienta. Më ka rënë shumë raste me ndëgju për ndodhit kësaj natyre, kështu që si fenomen nuk është diçka e ri. E vërtet. Kam dëgju gjona nga më të ndryshmet, kam dëgju gjona që... Çka është ndonjë që të kalon përshtypje që vlen me u përmend? Qësoj natyre ka të lashe edhe në familje, edhe në vendet ku domethënë plohen e rukjet. Për shembull, më ka rënë shumë raste me ndëgju ku fëmiu 12 vjet, 13 vjet, 14 vjet, e ka një të lashe, çfarë do qoftë, ka po ëndrat këqija, është stresu, është friksu vazhdimisht, edhe është që atje një gjysha, një gjysha, një holla, një doja, dikush që ja bën të ka hi shejtonin trup. Edhe kjo e traumatizon fëmijën. Ai ka pas do të lashe të vogla,
kur ja thut qëtoti, dhe me thonë, ai mas ne e ka një traumë kogjatron, edhe shkon të ju përkecu gjandja vazhdimisht. Mas ne ka raste kur janë të ardhë klientat e na, të marrë trajtim, të u përmirësu, të ndryshu për ditë, po prap dikush të shtëpia atje ja bën ti si për psikolog, stimona e kur gjë ti do të më shku te hoxha se ti ki punë me të shkrume, me të prekme, me të shkelne, me gjin, me shejtan, me çka do të thotë. Se përket trajtimit prej personave të kësaj natyre, megjithëse unë kam qef me mendu që edhe trajtimi që bëhet prej personave religjioze është i dy formave, është trajtim profesional, që është tamam veç këndimi i rukjeve, profesional po mendojnë harmoni me doktrinën islame, këndimi i Kuranit, edhe ka të tjerë mas ne që shkojnë krejt në tjera mënyra të trajtimit. Ka për shembull në Kosovë trajtues të kësaj natyre, që i bën 20 njerëz brenda një dhome, edhe i shtin forma të ndryshme të transit. Trans, do të thënë shtin me hum vedien, është një lloj hipnoze lloj vet. Mas një ka raste të tjera ku bashkë me rukjen ka goditje të formave të ndryshme, gjoja për me nxjerr jashtë gjinin, demon apo çka do që tjetë. Ka do me thonë format cilat... A besoni ju psikolog këtu? A besoni ju në tu që për thonë? Jo, nuk do me thonë psikolog me konë të njëjtë në këtë pikë. Do me thonë ka psikolog që besojnë, ka psikolog që nuk besojnë. Unë e besoj Kuranin. Besoj që Kurani është libër i shenjtë, besoj që gjithçka që shkruan në Kuran, do me thonë, është e shkruar me inspirim të Zotit, edhe në Kuran janë të cekuna edhe magjia bardh, edhe magjia zez, edhe ekzistenca e gjinëve, do me thonë, krijesave. Po shkenca, do me thonë, e ka vërtetuar botën e përteme? Shkenca, do me thonë... Apo dimensione tjera paralele? Stopin e parë, shkenca ka që se pranon shpirtin. Gjitha këto çështje për cilat po flasim janë komunikime përmes shpirtit, shpirtore. Shkenca thotë s'ka shpirt. Psikologjia thotë s'ka shpirt. Psikologjia thotë që gjithçka që na kemi, s'kemi, mendojmë, besojmë, ndjejmë, çado që kemi, është rezultat i materiales brenda neve. Na i kemi një 100 miliard qeliza në trunin ton, ato komunikojnë mes veti, çojnë rryma elektrike, çojnë kemikale e tjera. Edhe çdo menim e jyti, çdo ndjesi e jotja, çdo ndjenje e jotja, edhe besimi, edhe trauma, edhe depresioni, edhe skizofrenia, është rezultati i onës materiale brenda teje. Me fjalë tjera, kur sipas mendimit shkencor psikologjik, kur do që njeri ka një problem psikologjik, çfarë do të qoftë ai, gjithmonë është rezultati përvojës që e ka pas personi, situatat e rënda për cilat ka kalu, traumat në për cilat ka kalu, abuzimet plus gjenet që e ka.